thënë që ereja po lind, po ereja nuk është çështje moshe. Ereja nuk është çështje ditëlindjeje. Ereja është çështje fryme, ereja është çështje besimi, ereja është çështje vlerash. Krahasoni popullsinë që jeton sot Shqipëri me shqiptarën që ka shkuar jashtë Shqipërisë. Janë pothuajse gjysëm për gjysëm. Nuk ka vend tjetër, as vendet që janë luftë, as Ukraina e sotme nuk ka këtë raport të tmerrshëm midis njerëzve që ikin dhe njerëzve që janë në Shqipëri. Dhe ne kemi një kryeministër që mos e paqim, i cili krenohet se nëpërmjet asaj pasaporte që ai e ka njohosur me korrupsionin dhe batërdinë e tij, të na çojë të gjithë një orë më parë jashtë Shqipërisë, të na bëjë të gjithë dhe ne që kemi mbetur këtu të na bëjë emigrant. Jemi bashkë në 12 maj, në 13 maj, në 2026, në 2027, në 2037, po patëm jetë, në 2057, deri në ditën ku Shqipëri përfundimisht do të vendoset drejtësia shoqërore dhe çdo njeri do të jetojë me dinjitet, i lumtur dhe i vetëpërmbushur. Mbaj mend